Recep Boja, ish kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës për 3 mandate, ka ndruar jetë sot në moshën 75 vjeçare në Prishtinë. Gjithë jeta e tij lidhej ngushtë me Islamin, ku menjëherë pas përfundimit të studimeve në Arabinë Saudite, ishte kthyer në Kosovë për t'u angazhuar fillimisht si imam në Pej dhe njëkohësisht pedagog në Medresen Alauddin në Prishtinë. Recep Boja udhëhoqi Bashkinë Islame të Kosovës në një kohë mjaft të vështirë për 3 mandate, ku më pas angazhimin e tij orientoi në bashkëthemelimin e Fakultetit të Studimeve Islame të Kosovës, ku ishte profesor dhe dekan i këtij fakulteti. Recep Boja, që nga viti 2012 deri më 2018 kishte qenë edhe ambasador i Republikës së Kosovës në Arabinë Saudite. Mesazhe ngushëlluese për familjen Boja dhe kolegët e tij kanë ardhur menjëherë nga personalitetet të ndryshme të vendit. Kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës, Miftiu Naim Tërnava, ka dërguar mesazhe ngushëlluese familjes Boja, ish kolegëve të tij dhe gjithë besimtarëve musliman. Në këtë mesazh ai ka apeluar tek të gjithë që të përcjellin lutjet e tyre të përzemërta. Kalimi në ahiret i Recep Bojës është humbje jo vetëm për ju si familje, por edhe për të gjithë ne. Boja tërë jetën e tij ja kushtoi ngritjes dhe avancimit të jetës fetare tek ne, sikurse që ka dhënë një kontribut të pachmuar për shëndërtimin e Kosovës, ka potencuar ndër tjerash Miftiu Tërnava në këtë telegram. Kontributin e Bojës në Bashkinë Islame dhe në shëndërtimin e Kosovës e çmoi lart presidentja e vendit Vjosa Osmani. Ne do ta kujtojmë për herë Bojën si njeri të urtë, i cili duke qenë në krye të Bashkisë Islame në vitet më të vështira, nëpër të cilat po kalonte Kosova gjatë viteve të 90-ta, ndikoi që solidariteti, besimi dhe paqja ndërmjet qytetarëve të Kosovës të kultivoheshin e të thelloshin edhe më tej, thuhet në njoftimin e zyrës së presidentes. Kontributin dhe angazhimin e Bojës e kanë çmuar lart edhe figura të ndryshme politike të Kosovës, si ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, ish kryediplomatët Enver Hoxhaj, Behxhet Pacolli, Meliza Haradinaj Stublla, ambasadori i Kosovës në Riyadh Lul Mjeku dhe personalitetet të tjera. Recep Boja kishte lindur më 20 qershor të vitit 1946 në Kërnicë të Klinës. Studimet universitare i kishte kryer në Universitetin Islamik të Medinës, në Mbretërinë e Arabisë Saudite. Në Medinë kishte përfunduar edhe studimet postdiplomike, ku magjistroi me temën Shqiptarët në Islam. Pas përfundimit të doktoratës më 1986 është kthyer në Kosovë, ku filloi punën si imam në Pej, e në të njëjtën kohë ishte angazhuar edhe si pedagog në Medresen Alauddin në Prishtinë deri më 1990. Në 1991, Recep Boja ishte zgjedhur kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës. Këtë funksion e ushtroi për 3 mandate rresht, deri më 2003. Recep Boja është njëri ndër themeluesit e Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë. Si profesor në këtë fakultet ka ligjëruar lëndët e fikut dhe daves, gjithashtu ka qenë dekan i këtij fakulteti nga viti 1992 deri më 2011. Recep Boja ka kryer edhe një varg detyrash të tjera fetare e shtetërore me rëndësi, si bie fjala këshilltar i ministrit të shëndetësisë së Kosovës, koordinator zyrtar për aktivitetet bamirësie dhe njerëzore në Shtetet Arabe, antar në Këshillin e Lartë Botror për xhamit në Ligën e Botës Islame, antar në Këshillin Transitor Kosovar të formuar nga OKB-ja, antar i riasetit në Sarajev në Federatën Jugoslave, antar në Këshillin Shura për Euroazi.